Shumica e historive të dashurisë fillojnë kur themi pranoj. Ta mbaj dhe ta ruaj, ta dua dhe të kujdesem. Në të mirë dhe në të keq. Në kohë të mira dhe të këqija. Nuk ka rëndësi nëse historia është e panjohur apo jo e përsosur. Që nga ajo ditë e më pas, vazhdon historia juaj e dashurisë. Përpara Perëndis, Me Perëndin. për gjithë ditët e jetës suaj. E dini është shumë e arsyeshme apo jo që njerëzit që janë të dashuruar të flasin gjuhën e dashurisë. Dhe kjo përfshin emrat me përkëdheli, nofkat lozonjare dhe fjalë të tjera përkëdhelëse. Por ekziston një nivel tjetër i gjuhës së dashurisë që as të dashuruarit nuk i japin rëndësi sa ç'duhet. Dhe ky është një dialekt që quhet kompliment. Edhe nëse cilësoni veten mjeshtër të komplimenteve, ende nuk keni dëgjuar asgjë. Sot do të vazhdoj me serinë time të re, çfarë ka për thënë Bibla për dashurinë, martesën dhe seksin, dhe do të shohim se si Salomoni dhe e dashura e tij Shulamitja e përsosën këtë pjesë të gjuhës së dashurisë. Ata i bënin komplimente njëri tjetrit për gjërat që shumë prej nesh do t'i bënin të skuqeshin, por prej cilave mund të mësojmë të gjithë. Dhe do t'i dëgjoni në mesazhin e sotëm me titull Gjuha e dashurisë, në mënyrë të drejtë për drejtë, këtu në Moment Vendimtar. Mes librit të Vajtimeve dhe Isaias, është një libër i vogël që quhet Kantiku i Kantikëve. Mbase është libri më pak i predikuar i të gjithë Biblës. Dhe pasi fillon që të predikosh mbi të, e kupton se pse. Por ky libër është një libër i shkruar për të na ndihmuar të kuptojmë marrëdhëniet me njëri tjetrin. Më duhet t'ju them se kur nuk kam pasur kaq njerëz të më dërgojnë kaq shumë materiale me post ose me email, sesa që kur kam filluar me këtë seri. Një nga gjërat që më pëlqen është se kur njerëzit përballen me një temë si kjo, ata fillojnë të gjejnë gjëra që i thon fëmijët. Kjo është një mënyrë e mrekullueshme për ta parë këtë nga një këndvështrim tjetër. Kam marrë një letër nga dikush me një listë me gjëra që i kishin thënë fëmijët në lidhje me pyetjen çfarë do të thotë dashuri. Ata fëmijë ishin të moshës 4 deri në 8 vjeç dhe kishin disa mendime interesante mbi këtë temë. Çfarë do të thotë dashuri? Kera 5 vjeçe. Dashuri do të thotë kur një vajzë hedh parfum, kurse një djalë locion pastroje, pastaj dalin dhe i marrin erë njëri tjetrit. Kjo është dashuria. Kjo është Emilia, 8 vjeçe. Dashuria do të thotë kur puthesh gjithkohës, por edhe kur lodhesh së puthuri sërish do të qëndrosh bashkë dhe të flasësh më shumë. Kështu janë mami dhe babi im, duken shumë të shpifur kur puthen. Ky është Noeli, 7 vjeç. Dashuri do të thotë kur i thua një djali që të pëlqen këmisha e tij dhe pastaj e vesh atë çdo ditë. Ky është Krisi, 7 vjeç. Dashuri do të thotë kur mami është e babin të pistë dhe që mban erë dhe ende thotë se është më i pashëm se Brad Pitti. Kjo është një nga të preferuarat e mia. Unë e di që motra ime e madhe më do, sepse ajo më jep rrobat e saj të vjetra dhe i duhet të dalë që të blej të reja. Tani kësaj vajzet vogël ja kanë bërë me hile. Unë nuk e di kush e bëri këtë, por dikush e bëri, ta dini. Ja dhe cila është e fundit. Është një djalë i vogël që quhet Joel, që është 10 vjeç. Nuk dua të nxitohem në dashuri, mjaft e vështirë më duket klasa e 4. Kjo është një goxha këshill e mirë, apo jo, vërtet? Kaloni klasën e 4 dhe pastaj mund filloni të shqetësoheni për dashurinë. Në librin e tyre të jashtëzakonshëm, Dhuntia e bekimit, Gary Smalley dhe John Trent na japin pak ndihmë biblike dhe praktike se si mund të bekojmë njëri tjetrin në martesat tona. Kur bëhet fjalë për martesën dhe kur bëhet fjalë për partnerin ton, këshilla që ata na japin është thelbësore. Në një pjesë të librit ata shkruajnë Perëndia na ka bërë bashk në atë mënyrë që të kemi nevoja emocionale dhe fizike që mund të përmbushen vetëm përmes afirmimit, përmes pranimit, përmes inkurajimit dhe dashurisë pa kushte. Të gjithë kemi dëshirën dhe nevojën, shkruajnë ata, për ta marrë këtë bekim. Këtu përfshihet edhe një mesazh për tjetrin
që i afirmon veprat dhe vlerat e tij të brendshme si njeri. Lavdërimi i tyre është me vlerë, është ideja kyçe që ata po kërkojnë. E po Kantiku i Kantikëve, vargu 9 deri në 14 në kapitullin e parë, na tregon se lavdërimi i partnerit ton ka fuqi. Në këtë kapitull ne shohim aspektet e rëndësishme dhe thelbësore se si mund të bekojmë njëri tjetrin në martesën tonë me fjalët që ne themi. E fillon në vargun 9 dhe 10 duke u treguar personal me lavdërimet tona. Vargjet 9 dhe 10 na japin disa të dhëna se si ta bëjmë këtë. Salomoni, mbreti i ri i Izraelit, kishte prona në afërsi të maleve të Libanit dhe një ditë ai ndodhej aty për të vizituar një prej vreshtave të tij dhe te një nga vreshtat pranë maleve të Libanit, ai vuri re një vajzë të re. Ajo ishte ndryshe nga çdo vajzë tjetër që ai kishte parë, ajo kishte qenë jashtë, duke punuar në vreshta dhe Bibla na thotë se ishte nxirr nga dielli, ajo ishte zeshkane dhe na flet për lëkurën e saj të errët. Dhe kur Salomoni e sheh atë, ai dashurohet menjëherë, ai nuk mund të heqë dot syt prej saj, dhe historia na tregon se ai fillon të shoqërohej me të. Ai filloi të bënte sa më shumë udhime që të mundej në vreshtat e maleve të Libanit. Sa herë që ai shkonte aty, ai donte që ta shihte këtë vajzë të re. Dhe tani, ndërsa futemi në këtë pasazh të shkrimit, nuk jemi më në këtë pikë. Tani nga ambienti i bariut ne kemi kaluar në shkëlqimin e pallatit të mbretit, në strofkën e tij mbretërore, nëse mund ta themi kështu. Dhe në vargun 9 jemi në botën e mbretërve. Dhe Salomoni kuptoni që ishte i vetëdijshëm për pasiguritë e Shulamites. Ju kujtohet se çfarë tha ajo kur eci përmes vajzave që ishin në pallat dhe që ajo e kuptoi se ishte vetmja që kishte atë pamje? Gjithë vajzat e tjera ishin me lëkurë të bardhë dhe ishin gra që qëndronin brenda, ato kur nuk dilnin jashtë. Siç e mbani mend, javën e kaluar mësuam se nxirrja në atë kohë nuk konsiderohej si sot. Ne çfarë nuk bëjmë sot për të nxjerrë pak, por në atë kohë kjo nuk konsiderohej si diçka e mirë. Dhe prandaj ajo u ndije paksa e pasigurt, dhe ajo që Salomoni do të bëjë në këto vargjet e para është se ai do ta lavdërojë atë dhe do ta lartësojë atë. Së pari, ai i thot asaj se e do. Në vargu 9, ai thot: "Mikesha ime, ti më ngjan si pela ime midis qerreve të faraonit." Tani, më së pari, vini re se Salomoni për herë të parë e quan atë mikesha ime, ose në një përkthim tjetër përdoret e dashur e ime, kurse në disa pasazhe e dashur. Kjo është hera e parë që kjo frazë na shfaqet te Kantiku i Kantikëve, por na shfaqet edhe 9 herë të tjera para se të mbarojmë. Është një nga temat e preferuara të Salomonit për vajzën Shulamite. Ai referohet shpesh asaj në këtë mënyrë, dhe atë që Salomoni bën më pas, ju burrave nuk do t'ju sugjeroja ta merrnit në kuptimin e drejtë për drejtë. Salomoni e siguron nusën e tij se ajo është po aq e bukur sa kuajt e tij. Dhe kjo neve nuk na duket as pak si lëvdat. Gjëja më e ngjashme që kemi dëgjuar me këtë është tani ajo është plak, nuk është më siç ka qenë. Por në atë kohë, në Orient, kali nuk ishte një kafshë barre, por një shoqërues i këndshëm për mbretërit. Nëse dini ndonjë gjë për Salomonin, patjetër që dini edhe sa shumë i donte kuajt. Tek një mbretërve, kapitulli 10, lexojmë se Salomoni kishte mbledhur qerre dhe kalorës dhe kishte 1400 qerre dhe 12000 kalorës. Vetëm mund ta imagjinojmë se sa shumë kuaj kishte. Kuptoni që qerret e faraonit tërhiqeshin nga hamshor, që të gjithë ishin hamshor, dhe një pel në mes të hamshorëve do të kishte qenë shumë e pazakontë. Pra Shulamitja po krahasohej me të vetmen femër në një botë meshkujsh. Me fjalë të tjera, ajo ishte 1 në 1 milion. Çfarë vlere të jashtëzakonshme që kishte, dhe në sytë e Salomonit ajo ishte shumë e çmuar. Ajo ishte dëshirueshme jo vetëm prej tij, por edhe prej gjithë të tjerëve. Ajo ishte si fitoria e tij e veçantë, dashuria e tij e veçantë, vëmendja e tij e veçantë. Ajo ishte unike, ajo ishte ndryshe dhe ai e donte atë. I thoni partneres se e doni. Kur lidhemi në fillim, ne e bëjmë shpesh këtë. Kur jemi të fejuar,
kur kemi nisur rrugtimin drejt martesës, i themi njëri tjetrit se e duam gjatë gjithë kohës dhe pastaj kur martohemi e bëjmë sërish, por është diçka që kalon si në sfond, sepse kuptoni në një marrëdhënie martesore, shumë prej gjuhës son fillon të bëhet shumë praktike, a nuk është e vërtet? Kush do t'i heq plerat sot? Ai more fëmijët, kush do të kujdeset për llogarinë bankare? Kush do të bëj pazaret? Ka ndonjë gjë tjetër për sot? Kur ne ngarkohemi me gjithë këto gjëra dhe nëse nuk tregohemi të kujdesshëm me gjithë gjuhën që përdorim, dhe është shumë e vështirë sot më shumë se kurrë më parë sepse jeta është kaq e ndërlikuar. Nëse nuk tregojmë të kujdesshëm me gjithë kjo gjuhë funksionale, ja zë vendin gjuhës son romantike, nuk kam më kohë për të. Dhe askush nuk i thot partnerit se e do aq sa duhet. Pra Salomoni fillon duke i thënë Shulamites se ai e do dhe pastaj ai i thot asaj se është e mrekullueshme. Në vargun 10, ai thot faqet e tua janë të bukura me ornamente dhe qafa jote me gjerdane margaritarësh. Tani Salomoni përqendrohet te bukuria e Shulamites. Ai po i thot asaj se sa e bukur është ndërsa ajo i shfaqet. Ai e përshkruan atë sikur e sheh përmes syve të dashurisë. Kur ne lavdërojmë njëri tjetrin, duhet jemi specifik në lavdërimet tona dhe që t'i flas zemrës së partnerit dhe të krijojë një ambient romantik. Dikush mund thotë po më thuaj pastor, si ta bëj këtë, nuk ja them shumë për fjalë të bukura. E po nuk do t'ju tregoj se si ta bëni këtë, sepse nëse ju a them dhe ju i thoni asaj atë që ju thash, ka për t'ju thënë e dëgjove këtë në kish dhe nuk do të ketë asnjë vlerë. Do t'ju besoj juve që tregoheni pak kreativ. Zbuloni se si t'ja komunikoni dashurinë bashkëshortes suaj, që në fakt është edhe problemi kryesor i një burri, në mënyrë që ajo ta marrë mesazhin dhe të mos jetë thjesht rutinë. Pra jini personal në lavdërimet tuaja, kjo është gjëja e parë dhe po ju them diçka interesante. Numri 2, bëjini publikisht lavdërimet tuaja. Ajo që themi për bashkëshorten ton në publik është e rëndësishme. Në librin e cilësuar si shumë i shitur nga New York Times si 5 gjuhët e dashurisë, Gary Chapman shkruan: gjithashtu mund të doni të provoni të thoni edhe fjalë indirekte afirmimi, pra që të thoni gjëra pozitive për partnerin kur ajo ose ai nuk është i pranishëm. Një ditë, dikush do t'ja thotë dhe ju do të merrni meritet e plota për dashurinë. Pastaj ai na jep një sugjerim të mrekullueshëm, burra, mbajini shënim këtë. I thoni nënës së bashkëshortes se sa fantastike është gruaja juaj. Kur nëna e saj t'ja thot ato që i keni thënë ju, ka për ta egzageruar dhe do të merrni edhe më shumë merita. Gjithashtu, afirmojeni bashkëshorten në syt e të tjerëve edhe kur ajo të mos jetë e pranishme. Kur t'ju nderojnë publikisht për një arritje, shkruan Gary Chapman, sigurohuni që të ndani meritat me bashkëshorten tuaj. Mënyra si i referohemi bashkëshortes në publik tregon shumë për marrëdhënien tonë. Ne kur nuk duhet themi gjëra kritike për bashkëshortin ose bashkëshorten tonë përpara të tjerëve. Si pastor, për gjatë viteve, unë kam parë të ndodhin shkatrime kur një gjë e tillë ndodh. 30 vjet më parë, gati si në këtë ditë, po shkonim në një fushat për ngritje fondesh për të mbledhur para për një ndërtesë që po bëheshim gati të ndërtonim. Dhe organizuam një darkë të madhe zyrtare në një klub country dhe shumë prej drejtuesve të kishës sonë ishin aty, të gjithë anëtarët e komunitetit për fushatën financiare ishin aty. Patëm një darkë të mrekullueshme. Qëndruam edhe më pas për të biseduar pak më shumë mbi strategjinë që do të na duhej dhe njërit prej burrave që ishte në grupin ton, i erdhi gruaja ndërsa po bisedonim dhe e thirri në emër. Ajo i tha: "E di që kemi marrë një datë sonte, do të na duhet largohemi shumë shpejt." Dhe përpara të gjithëve ne, ai kthehet dhe i thotë: "E po, nëse do të shkosh në shtëpi që tani, pse nuk ikën më këmbë?" Dhe kjo vërtet i shtangu që të gjithë, praktikisht e mbylli atë mbrëmje. Tani më dëgjoni me kujdes. Kjo ka ndodhur 30 vjet më parë dhe mua më kujtohet sikur të ketë ndodhur dje. Nuk e kam harruar ende atë pamje. I dëgjoj ende ato fjalë, e shoh ende rënimin në fytyrën e asaj gruaje. Dhe këtë javë po mendoja, nëse unë mund ta kujtoj kaq qartë, çfarë duhet të ketë ndodhur në zemrën e saj? Mos i përdorni fjalët tuaja si një çekan për të goditur partnerin në praninë e të tjerëve. Kjo do ta shkatronte martesën tuaj më shumë se çdo gjë tjetër që mund të bëni. Gjithmonë flisni pozitivisht. Në keni gjë për zgjedhur, shkoni në shtëpi, mbyllni derën dhe diskutojeni. Por mos diskutoni në sy të njerëzve të tjerë në një mënyrë që është rrënuese për partnerin tuaj. Këtu futemi në një diskutim interesant që fillon që nga vargu 12. Jini pasionant në lavdërimet tuaja. Tani këtu do të ndodhë diçka, këtu kemi një tjetër tranzicion. Deri në këtë pikë,
Salomoni e ka lavdëruar Shulamitën. Por tani duke filluar që nga vargu 12, Shulamitja do të fillojë të lavdërojë Salomonin. Është shumë interesante sepse këtu në këtë pasazh duket sikur Salomoni dhe Shulamitja po bëjnë një garë për të parë se kush do të thotë gjërat më të këndshme për njëri tjetrin, çfarë koncepti mrekullueshëm që duhet kemi për martesën. Dhe Salomoni e ka shprehur dashurinë e tij dhe afirmimin e tij për Shulamitën, dhe tani ajo është gati që t'i përgjigjet. Fjalë të veçanta. E po më së pari, Shulamitja do të tregohet pasionante për dinjitetin e Salomonit. Vini re vargu 12. Ndërsa mbreti është ulur në tryez, livanda ime përhap aromën e saj. Tani ajo do të fillojë të përshkruajë dashurinë e saj për Salomonin, duke përdorur përshkrimin, më dëgjoni pak, të 3 llojeve të ndryshme të parfumeve. Në këto vargje që kemi përpara kemi 3 lloje parfumesh. Parfumi i parë është ajo që ai quhen livanda, shpesh quhet livando. Dhe është edhe një parfum shumë i veçantë. Ajo është kaq e emocionuar për mbretin e saj, të ulur në banketin mbretëror, është pasionante për dinjitetin e tij. Dhe pastaj, ajo është pasionante për përkushtimin e tij. Vini re vargun 13. Kënaqësia ime është një qesk e vogël mirre. Ajo do të pushojë tërë natën midis gjinjve të mi. Tani dëgjojeni se çfarë thot Shulamitja për Salomonin. Nuk është në fakt as pak diçka seksuale, është thjesht mënyra se si ajo ndihet, dhe ajo thot se mendimet e saj për të janë po aq mirë dhe aq freskues sa edhe parfumi që ngrihet para saj. Ajo e krahason Salomonin me këtë qesk të vogël mirre, që gjithë natën qëndron dhe ermon pranë zemrës së saj. Ajo po thot Salomon, ti je gjithmonë me mua, ti je gjithmonë pranë zemrës sime. Mendimet e saj për të janë po aq mirë dhe freskues sa edhe parfumi që ka përpara. Dhe ajo i merr këto mendime për Salomonin gjatë natës në gjumin e saj të qetë. Shumë butësi, shumë veçanti, shumë intimitet mes këtij çifti. Dhe pastaj ajo jo vetëm që është pasionante për dinjitetin e tij, është pasionante për përkushtimin e tij. Por në parfumin e radhës, në vargun 14 do të shohim se ajo është pasionante për veçantinë e tij. Kënaqësia ime është për mua një tuf lule shalkane në vreshtat e En-Gedit. En-Gedi është një vend shumë interesant në brigjet perëndimore të detit të vdekur. Për Shulamitën, Salomoni ishte si një oaz me kënaqësitë e tij surprizë në mes të shkretëtirës. Kuptoni që duhet të shkojmë te kultura e asaj kohe dhe ta përkthejmë në mënyrën se si flasim për kohën tonë. Kur ka qenë hera e fundit që i keni thënë bashkëshortit tuaj, sa e bekuar jeni që e keni atë si bashkëshort, sepse ai është përgatitur në mënyrë të veçantë nga Perëndia vetëm për ju. Veçanërisht për ju, vetëm për ju. Pra ajo që kemi këtu është lavdërimi mes një burri dhe një gruaje, lavdërim personal, lavdërim publik dhe lavdërim pasionant. Tani, pasi i shohim këto themi mirë, po a mund të kthehemi në botën e vërtet nesër, pastor, çfarë mund të mësoj nga kjo? Dhe kam menduar për këtë, ku do të shkonit ju? Nëse do të ishim në fund të predikimit tani dhe do të thoshit mirë, si mund të mësoj disa parime praktike që të mundimojnë të bëj një punë më të mirë me fjalët e mia? Dhe ku mund të shkojmë, veçse te shkrimet e tjera të të njëjtit njeri? Ku mund të gjejmë parime të shkurtra dhe të përmbledhura se si ta jetojmë jetën, te fjalët e urta apo jo? Prandaj le të kthehemi disa faqe më përpara te fjalët e urta, ku do të kuptojmë se njeriu i mençur Salomon na jep disa parime dhe duhet ju jap 4 të tilla përpara se ta mbyllim Biblën për sot. Numri 1. I thoni fjalë të ëmbla njëri tjetrit. Thoni fjalë të ëmbla. Fjalët e urta 16:24, fjalët e ëmbla janë si një hull mjalti, ëmbëlsi për shpirtin dhe ilaç për kockat. Një martesë duhet jetë kryesisht me fjalë të ëmbla mes 2 njerëzve. Numri 2. I thoni fjalë të buta njëri tjetrit. Fjalët e urta 15:1 thot përgjigje e ëmbël e fashit zemrimin, por fjala therrse nxit zemrimin. Fjalët e ashpra nuk janë kur të nevojshme në një marrëdhënie martesore.
Dhe dëgjoni, shpesh në komunikimet tona nuk kanë pesh fjalët që themi, por toni i zërit me të cilat i themi ato. Salomoni thot se një përgjigje e ëmbël është mënyra më e mirë për të përballur me ankthin në një marrëdhënie. Mënyra se si flasim ka shumë rëndësi. Ogdenesh na jep një poezi të shkurtër për të mësuar. Ai thot të ruaj martesën me pikun e energjisë, me dashuri nga kupa e dashurisë. Sa herë që jam gabime pranoj, sa herë që kam të drejtë, gojën e ndaloj. Ajo që po na thot është mos lejojmë arrogancën dhe krenarin të na shkatrojnë marrëdhënien tonë. Numri 3, i thoni fjalë të ëmbla njëri tjetrit, fjalë të buta njëri tjetrit dhe fjalë të ndjeshme njëri tjetrit. Ai që jep një përgjigje të drejtë, jep një të puthur mbi buzët. Çfarë po thot ai? Ai po na thot se kur jemi në një marrëdhënie me njëri tjetrin, nuk ka rëndësi vetëm ajo që themi, por dhe ndjeshmëria që kemi për ato që janë thënë dhe reagimi ndaj tyre. Dhe kur e bëni këtë, kur e bëni realitet këtë, është si të puthësh buzët. Dhe filloni të rriteni bashkë si çift, kaloni kohë me njëri tjetrin dhe bëni këtë diçka që e doni. Do të zbuloni për gjatë rrugës se si ti thoni gjërat e duhura bashkëshortes suaj. Së fundmi, thoni fjalë të ëmbla, fjalë të buta, fjalë të ndjeshme dhe së fundmi fjalë fuqizuese. I thoni fjalë fuqizuese njëri tjetrit. Fjalët e urta 12:25 thot shqetësimi në zemrën e njeriut e rrëzon atë, por një fjalë e mirë e gëzon atë. Shqetësimi në zemrën e njeriut e rrëzon atë, por një fjalë e mirë e gëzon atë. Më lejoni t'ju përkthej në kulturën tonë. Zonja, kjo është disi për ju. Burri kthehet në shtëpi, ka pasur një ditë plot stres. Me shumë ankth në botën e biznesit, a kam të drejtë për këtë? Është e vështirë, të fitosh jetesën sot, shumë gjëra janë ndryshe nga sa kanë qenë. Pra burri kthehet në shtëpi dhe ai ka dhënë çdo gjë dhe futet në shtëpi. Dhe Biblia na thot se një fjalë e mirë do ta gëzonte atë. E dini njërin nga fjalët që një burri i pëlqen ta dëgjojë më shumë se çdo gjë tjetër, zemër jam shumë krenare për mënyrën si sigurove për ne dhe për familjen tonë. Kjo nuk del kur nga moda, kur. Burrave u pëlqen ta dinë që po respektohen, po nderohen dhe që i duan. Dhe kjo është një prej mënyrave për t'ia thënë këtë dhe dëgjojeni sërish. Shqetësimi në zemrën e njeriut e rrëzon atë, por një fjalë e mirë e gëzon atë. A e dinit se në Dhjatën e Re ka 15 pasazhe të ndryshme që na tregojnë se si të reagojmë ndaj njëri tjetrit në familjen e Perëndis, 15 pasazhe të ndryshme. Dhe 5 nga këto pasazhe na thonë se ne duhet i përgjigjemi njëri tjetrit me inkurajim, të inkurajojmë njëri tjetrin. Në martesën tonë, fjalët tona a e ndërtojnë njëri tjetrin apo ato që themi e rrëzojnë njëri tjetrin? Në librin e tij Arti i bukur i miqësisë, Ted Engstrom na tregon për një njerëz të quajtur Joe. Joja ishte mërzitur me gruan e tij prej 3 vitesh. Ai nuk e mendonte me atë si tërheqëse dhe interesante. Ai e konsideronte atë si një ambis të dobët. Ajo ishte shëndoshur ndërkohë. Ai nuk donte më që të jetonte me të. Në fakt, ai jo vetëm që donte të largohej prej saj, por ai nuk e pëlqente as pak dhe donte që ajo të paguante për çdo vuajtje që i kishte shkaktuar për 3 vjet. Ai ishte kaq i mërzitur sa më në fund vendosi që të divorcojë, por përpara se t'i përpilonte dokumentet, ai la një takim me një psikolog me të cilin ishte mik, me qëllimin e vetëm që të mësonte se si t'ia bënte asaj jetën sa më të vështirë që t'i ishte mundur për ditët që kishin mbetur para se të përfundonte divorci. E po psikologu e dëgjoi historinë e tij dhe i dha disa këshilla. Ai tha se kishte menduar për këtë dhe kishte ideuar një plan shumë të ligë. Joe, ja se çfarë duhet të bësh. Duke filluar nga sonte, kur të kthesh në shtëpi, duhet ta trajtosh gruan tënde sikur të ishte perëndesh. Po, vërtet si perëndesh, dua që të ndryshosh plotësisht qëndrimin ndaj saj. Fillo të bësh çdo gjë që mundesh për ta kënaqur atë. Dëgjoje me vëmendje kur flet për problemet e saj. Ndihmoje për punët e shtëpisë, nxirre për darkë. Vërtet shtiru sikur të ishte perëndesh dhe pas 2 muajsh me këtë sjellje të mrekullueshme, mblidhi gjërat e tua dhe ik në shtëpia. Kjo do ta rënojë atë. Dhe Joe mendoi, wow, çfarë plani? Ai mezi priste që të fillonte.
Atë natë ai filloi ta trajtonte gruan e tij sikur të ishte perëndeshme, si priste të bënte gjëra për të. Ai i çoi mëngjesin në krevat, i dërgoi lule pa ndonjë rast të veçantë, dhe brenda 3 javësh ata shkuan për 2 fundjava pushimesh romantike. Madje ata i lexuan edhe libra njëri tjetrit në darkë, dhe Joe po e dëgjonte si kurrë më parë ishte e pabesueshme gjithë këto përpjekje që ai po bënte për këtë plan. Dhe vazhdoi t'i bënte për 2 muaj të plot. Pas kohës së caktuar, psikologu i bëri Jos një telefonat në punë. Ai tha, "Hey, si po shkon? E kërkove divorcin? A je sërish një beqar i lumtur?" Ai ja ktheu, "Divorc? O burr, jam martuar me një perëndesh. Nuk kam qenë kurrë më i lumtur se kaq." Që në thelb na tregon, ne bëhemi ashtu siç trajtohemi shpesh, apo jo? Nuk ju pëlqen se si janë gjërat në shtëpinë tuaj, i keni të gjitha mundësitë në dorën tuaj. Bëni gjën e duhur. Por për këtë do të mësoj më shumë gjatë këtij studimi. Është një cikël i parashikueshëm në marrëdhëniet tona që tregon se ne mund të fillojmë aty ku ndodhemi dhe fillojmë menjëherë të sjellim një ndryshim. Dhe shpresoj që ta bëni këtë. Tani e dini që gjatë kësaj serie ju kam thënë, dhe do të vazhdoj që t'ju them, që gjëja më madhështore që mund të bëni për martesën tuaj është që të bini në një mendje me partnerin në lidhje me Perëndin. Dhe e di që disa njerëz nuk e kuptojnë se si funksionon kjo dhe prandaj dua t'ju tregoj se si funksionon. Më dëgjoni, zonja dhe zotrinj, që kemi 3 lloje intimitetesh. Njëri është fizik, për të cilin flasin që të gjithë. Njëri është emocional, ky është shumë i rëndësishëm, por intimiteti i intimiteteve është intimiteti shpirtëror. Ai na ka krijuar që të jemi njerëz personal, fizik, emocional dhe shpirtëror. Kur Perëndia vjen të jetojë në zemrën tuaj, nuk do thotë se nuk do të keni më kurrë probleme apo stres martesor. Edhe të krishterët i kanë këto. Por tani ju zbuloni se Perëndia mjafton dhe ai ju ndihmon që t'i kaloni këto sfida. Prandaj, inkurajimi im për ju është ky. Nëse nuk i keni besuar kurrë Krishtit, qofshi një bashkëshorte e martuar apo një bashkëshort, qofshi këtu si një çift apo jeni të lidhur me dikë dhe po përpiqeni të mësoni se çfarë është martesa, gjëja më madhështore që mund të bëni për të ardhmen tuaj dhe për martesën tuaj është ta ftoni Jezus Krishtin që të vijë dhe të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Dhe pastaj së bashku si çift mund ta keni atë lidhjen që Bibla na mëson se është kaq e veçantë. Dhe e dini se çfarë? Kjo është ajo që dua për të gjithë ju. Për këtë arsye po e bëj këtë që po bëj. Që të mund të dëgjoni se mesazhi i vërtet i këtij libri është për marrëdhënien tuaj me njëri tjetrin dhe marrëdhënien tuaj me Perëndin. Shpresojmë që t'ju kemi inkurajuar me mesazhin e sotëm nga seria ime, çfarë ka për të thënë Bibla për dashurinë, martesën dhe seksin. Mbase na keni ndjekur dhe doni të dini më shumë për Biblën, për Perëndin dhe se si mund të keni një marrëdhënie personale me të. Kjo marrëdhënie mund të fillojë që sot, nëse do të pendoheni për mëkatet tuaja dhe të ktheheni te Krishti si Zoti dhe shpëtimtari juaj. Kur e bëni këtë, Perëndia ju premton që do t'ju bëjë një krijesë të re, që do t'ju birësojë si fëmijën e tij dhe do t'ju drejtojë gjithë ditët e jetës suaj. Ndërsa e ndërmerrni këtë hap besimi sot, dua që t'ju inkurajoj që të lidheni me një kishë të zonës ose me ndonjë shërbes të besueshme dhe t'i tregoni dikujt që mund t'ju ndihmojë të rriteni në besimin tuaj të sapogjetur. Deri atëherë, Zoti ju bekoft dhe shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar.